Pavarësisht temperaturave të ulta dhe rreshjeve të shiut që kanë përfshirë ditët e fundit qarkun e Kukësit, rastet e zjarreve në sipërfaqet pyjore dhe kullota vijojnë të shfaqen në zona të ndryshme të këtij qarku, duke mbajtur në alarm strukturat vendore dhe shërbimet e emergjencës. Një tjetër vatër zjarri është konstatuar pas ditën e së njëjtës në një sipërfaqe pyjore mes fshatrave Pogaj dhe Domaj në territorin e bashkisë Has. Sipas burimeve vendore, zjarri është pikasur në kohë nga banorët e zonës, të cilët kanë njoftuar menjëherë autoritetet për ndërhyrje. Pas marrjes së sinjalizimit drejt zonës janë nisur menjëherë forcat e shërbimit të zjarrt fiks të bashkisë Has, të cilat kanë mbritur në vendngjarje dhe kanë ndërhyrë për izolimin e flakëve me qëllim për ndalimin e prapjes së tyre në sipërfaqe më të gjëra pyjore. Në operacion për shuarjen e zjarrit janë angazhuar jo vetëm efektivet e zjarrfikës, por edhe banorët të zonës, të cilët kanë ndihmuar në terren për të vënë nën kontroll vatrën e zjarrit. Falë reagimit të shpejtë dhe punës intensive në terren, zjarri është neutralizuar brenda një kohe të shkurtër, duke shmangur përhapjen e mëtejshme dhe dëmë të mëdha në fondin pyjor. Deri në këto momente nuk raportohen dëmë të konsiderueshme në sipërfaqen pyjore, ndërsa burimet lokale bëjnë me dije se ndërhyrja në kohë ka qenë vendimtare për të mos lejuar avagrimin e situatës. Rastet e përsëritura të zjarreve në pyje dhe kullota gjatë kësaj periudhe, edhe pse moti vijon të jetë i freskët dhe me rreshje, por shtojnë shqetësimin e autoriteteve vendore, të cilat mbeten në gatishmëri të plotë për çdo emergjencë të mundshme. Ndërkohë, institucionet lokale bëjnë apel banorëve që të tregojnë kujdes maksimal, të shmangin çdo veprim që mund të shkaktojë zjarr në sipërfaqe të hapura dhe të njoftrojnë menjëherë shërbimet përkatëse në rast se konstatojnë vatra zjarri, në mënyrë që ndërhyrja të jetë sa më e shpejtë dhe dëmët të minimizohen.